Po kuptoj që qytetarët janë shqetësuar dhe po ashtu sinqerisht edhe ne jemi. Por sikur që kam thonë edhe më herët, besoj që komuniteti shqiptar në këtë rast përfaqësues shqiptare e kanë më shumë përgjegjësi të mendimin e institucioneve se sa ne si pakicë që jemi këtu. Ne si zakonisht po përpiqemi që të jemi sa më konstruktiv, sikur që tregojmë konstruktivitetin, por më shumë se kjo ne me të vërtetë nuk mundemi. Dhe unë vetë po ndihem i keq sepse po vim sa keni thonë 29 herë. Janë arë pak kur ka rezultati, normalisht që bisedojmë mes neve cilët janë opcionet dhe ashtu me radhë, por po ashtu ndoshta dhe këtë rast jo vetëm partia më e madhe që ka fituar mas shumë të ulësit, por po ashtu edhe opozita ka një nivel të përgjegjësisë sepse që bisedova me bashkëpunëtorët e mi me policisë që po më përcjellin në Kjet, që thojnë ata që po çdo ditë po presim ndonjë surprizë, ndoshta opozita e bën një manevrim të votuar për kandidatin e vetes, por ajo nuk ndodhet deri në këtë moment. Ndeni që mund të ketë surprizë nga vetëvendosje, me ndru kandidatin në këtë rast, është përmend zotri Limaj, çysh është qëndrimi juaj në këtë rast? Nuk, unë si kom thonë dhe më herët, cili do kandidati propozohet nga ana të vetëvendosjes, do të votoj jo sepse është vetëvendosje si parti politike, por sepse kjo e dikton dhe vetë kushtetutja që ajo partia politike e para fituese ka drejt të propozimin e kandidatit. Prandaj unë kisha thënë njëri institucionalist, që jam në institucionet që 20 vjet dhe e di çka thot ligji dhe si të respektohet. Lidhja Demokratike ka pas edhe dje shtyp në pak në anë të negocimi për një qeveri komiteti. Se keni pa këtë ide? Në vërtet në spari unë nuk e kuptoj çfarë formë unitetit. Sigur që mos të kishin pas zgjedhjet dhe nuk ka përcaktim të ulëseve dhe në atë formë që mos kishin pas zgjedhjet, kisha kuptuar kështu në këtë formë me të vërtetën e di që nuk është prakse dhe nuk i kom pa ndonjë rast i tillë që mund të ndodhet. Do të vazhdimi ose prolongimi të krijimin e institucioneve mund të ekzistojë, por unë me çdo respekt nuk e shoh çfarë koncepti dhe çka është qëllimi i konceptit kemi një qeveri unitetit ose komision unitetit.